ne do ta bëjmë dhe do vazhdojmë ta bëjmë duke I rritur financimet. Por për të bërë kapërcim dhe për të bërë shumë më tepër të suksesshëm në gjithë këtë territor dhe në Shqipëri, dhe për ta pasur suksesin shumë më të shpërndarë se sa vetëm në një numër të caktuar kompanish, duhet që secili të informohet dhe të bëj gati atë që duhet për të marrë më shumë financim. Dhe më shumë financim nuk vjen nga buxheti. Më shumë financim vjen nga instrumentet e tjera. Vjen nga linja e kredisë e Bankës së Shqipërisë, Enkas për ju është ajo linja tjetër, vjen nga Banka e Zhvillimit që ne tani sapo e kemi krijuar, vjen nga Agrokrediti, vjen nga fondet e Bashkimit Evropian, të gjitha këto të tjerat duan projekt. Pa projekt, thuaj sa të duash, jo na mbroni, jo kemi nevojë, po tregove atje projektin dhe po si the, urdhë, ky është projekti, këtë duhet bëj unë, kaq më duhet, dhe kështu unë do nxjerr fitim, dhe në fund fare dhe këtë interesin e vogël, kështu do ta paguaj, s'merr dot lekët. Dhe ana tjetër është me bashkim. Bashkë me bashkit, duhet që të gjithë ata që kanë interes, një grup ka interes të bëj një përpunim nuk e di, domateve, një grup tjetër do të bëj përpunim të frutave, të krijojmë ndërmarrjet e përpunimit, ku bashkit janë thjesht dhe vetëm garante të financimeve për të marrë këto fonde. Besoj që nuk është e vështirë në rast se fokusohemi te kjo. Duket e pamundur në rast se presim që çfarë kemi nevojë të na sjelli llokum shteti nga buxheti. Kjo s'mund ndodhi. Dhe përsëris po të mos ishin historitë e suksesit që janë këtu, dhe po të mos kishim sot në Shqipëri një numër jo të vogël, po megjithatë jo të madh për çfarë ato që na duhet kompanish që e bëjnë këtë gjë, që po i them unë, atëherë mund të thoshit çfarë po na tregon. Po janë konkrete rastet. Pjesa tjetër duhet mbështetur duke bashkëpunuar më shumë. I kam thënë ministrit që ngritja e ndërmarrjeve të vogla dhe pastaj koha do t'i bëjë edhe të mëdha të agropërpunimit është një domosdoshmëri. Është strategjike dhe duhet bërë tani për të krijuar vlerë të shtuar. Për të mos pasur asnjë problem me shitjen e prodhimit, jo ushit, jo sushit, jo e morën, jo se morën, jo lirë, jo shtrenjtë. Për të qenë zot të çmimit në çdo kohë dhe për të imponuar tregun në çdo situatë, duke pas edhe prodhimin e freskët, edhe frigoriferin për ta ruajtur për ditën kur bëhet më i shtrenjtë, edhe fabrikën për ta përpunuar në mënyrë që asnjë gram me atij prodhimi të mos shkojë jo dëm, por të mos shkojë pa marrë ti të gjitha të vlerë që të duhet ose që ti gjykon se meriton për atë mundim që ka bërë. Këto kisha unë. Tani, duke ju kërkuar ndjes që nuk do qëndroj dot, erdha vetëm për t'ju respektuar, sepse kemi një takim tjetër me një përfaqësi që vin nga jashtë, s'mund t'i shtynim. Besoj që do keni një takim të frytshëm, sepse ministri do qëndroj, ministri financave do qëndroj, që është edhe deputeti juaj, Arditën e keni këtu, Josifi s'ka ku shkon, edhe po doj tike, nuk e lini u tike, kështu që dakord, do t'ju dëgjoj ministri edhe do t'ju dëgjoj ministrat. Dhe kam përshtypjen që ti nuk e kupton mirë se si na vinë në informacionet, kështu që mos fillo nga e kundërta. Ne për këtë punë jemi që të marrim informacionet edhe t'i kryqëzojmë informacionet edhe që ti vlerësojmë si duhet informacionet.
Kështu që dëgjoj, unë e kuptoj shumë mirë. Unë e kuptoj shumë mirë, por unë e kuptoj shumë mirë, po. Unë po bëj politikë për veten time. Unë s'po keq kuptohem fare. Unë po bëj politikë. Ti kujton se politika është fjalë e keqe. Politikë po bëjmë patjetër. Po. Po nga e kupton ti këtë? Po. Nga e kupton ti këtë? Po çfarë? Po çfarë tash unë që s'ke drejti? Ti s'ke folur akoma. Shiko se unë e kam Po për çfarë? Për çfarë? Për çfarë? Kjo nuk ekziston. Jo. Të lutem, dëgjoj, të lutem. Të lutem, shiko, dëgjoj, ti do e kuptoj, tani. Shiko, unë kam një problem, dëgjoj, o miku im, unë kam një problem shumë të madh. Mua njeri nuk më imponohet dot me forcë. Kështu që me zor ti nuk imponohesh mbi të tjerët që ta marrësh fjalën se do ti, që të flasësh se do ti, jo. Edhe herë tjetër, jemi këtu ulu. Jemi këtu për ulu. Ua. Sepse ka radhë dhe ka edukat. Nuk merret fjala me zor. Dakor? Ka një rend, edhe një herë tjetër, ka një rend fjalësh, edhe një herë tjetër, janë 500 veta këtu. Sikur të 500 vetë, edhe një herë, sikur të 500 veta këtu të qoheshin në të njëjtën kohë dhe të imponoheshin siç do të imponohesh ti, këtu bëj një lemeri. Kështu që edhe një herë tjetër, të lutem se po e tepron. Kur të vi radha për të folur, do flasësh, do të dëgjojnë, unë nuk rrit dot për arsyet që thash, jo se duhet hike mos dëgjoj ty, por ajo që the është komplet e pamundur dhe absurde, që ta dish. Nuk ekziston, një sekond, më dëgjoj mua tani, lër informacionet. Nuk ekziston në një ekonomi të hapur mbyllja e kufive të produkteve se do ti. E kuptove? Edhe një herë tjetër, që ta kuptosh, edhe përpara se sa të marrësh përsipër që të akuzosh pastaj se ky kështu, ky ashtu, mundohu të kuptosh një herë çfarë thot tjetri. Çfarë të kanë thënë, se ta kanë thënë edhe më parë. Edhe një herë tjetër, nuk ekziston, e kemi ndarë këtë punë, që kur kemi dalë në 90-ën dhe kemi thënë liri demokraci, e kemi ndarë këtë mohabet. Në atë kohën tjetër, po, atje ishte ndryshe. Kufit, edhe një herë tjetër, mos më ndërprit. Kështu si të unë. Sepse, edhe mos më përmend naftën fare, sepse ta tha ministri se sa vëm ne në dispozicion për të kompensuar prodhuesit për naftën. Dhe edhe aty ne duhet korrigjojmë veten, sepse një pjesë e atyre që marrin naftën si prodhues nuk e përdorin për prodhimin. Kështu që harohe mbylljen e kufive. Kufit nuk mbyllen. Dhe nuk ndodh kjo, nuk ekziston kjo. Këto janë gjëra që nuk bëhen në asnjë vend që është vend i hapur, demokratik dhe për më tepër në
kushtet e Shqipërisë që është në rrugën për të antarësuar Bashkimin Evropian. Do të dish si bëhet me kufit e hapur, mëso nga më të mirët që janë këtu. Nuk kërkojnë të mbyllin kufit, përkundrazi. Kërkojnë mbështetje për tjera gjëra, po jo të mbyllin kufit. Mbyll kufit që të çesësh ti prodhimin, pastaj të hapim kufit që të vi prodhimi që ti mos konkurohesh. Nuk ekziston kjo. Më vjen shumë keq. Më vjen shumë keq, miku im. Kështu që e lëm këtë, e lëri këto. Fokusohu tek pse dhe si e bëjnë suksesin bashkë fshatarët e tu që janë këtu, ose në përvendet në zona tjera të Shqipërisë, që as nuk i kanë fare këto halle që ke ti, po që kërkojnë gjëra të tjera për të rritur. Po deshe të mbështetesh dhe të rritesh. Po deshe të hedhësh fajin të ky, të ai, hidhe, nëse kjo të bën të ndihesh më mirë, s'ka problem. Dakor? Dakor. Edhe një herë tjetër, them që mos ta zgjasim të muhabet. Them unë, se është muhabet kot ky tani. Të mbyllim kufit ne, që të shesësh ti mallin. Kjo nuk ekziston. Fare. Edhe politikën, që kemi politikën? Pse sjell muhabetin nga politika, se çka kemi në politikën? S'pëlqen politika ty, mua më pëlqen shumë. Okej. Ju falenderoj shumë edhe do vazhdoni diskutimin me ministrin. Atëherë vazhdojmë